Kompleksi tek uji i ftohtë me emrin Jon do të shembet. Pas debateve dhe kontestimeve nga banorët e kompleksit Jon në qytetin e Vlorës, ditën e sotme Inspektorati Ndërtimor Urbanistik Kombëtar, i mbështetur edhe nga forcat e rendit, ka nisur ndërhyrjen për prishjen e tij. Që në orët e para të mëngjesit, fadromat e Inuk kanë depërtuar brenda kompleksit, ku fillimisht kanë kryer prishjen e pishinës, e cila ndodhet në pjesën ballore të pallatit 8 katësh. Ndërhyrja e sotme është konsideruar e pjesshme, ndërsa u është lënë 5 ditë afat banorëve të pallatit të heqin mobilimet nga apartamentet e tyre. Pavarësisht se banorët kanë nisur të largojnë orenditë e tyre shtëpiake, sërish ata janë shprehur se vlerësimi i banesave nuk është kryer siç duhet, pasi ato po vlerësohen me 350 euro metër katrori, në një kohë që sipas tyre çmimi real i blerjes së apartamenteve ka qenë 1300 euro. Pavarësisht pretendimeve, ndërhyrja e fadromave dhe inspektorëve të Inuk ka qenë përfundimtare. Lidhur me këto zhvillime ka reaguar edhe Maksim Haxhia, i cili është avokat i banorëve të kompleksit Jon. Lidhur me këtë objekt dhe pikërisht për mos cënimin e të drejtës të ndërhyrjes nga organet e Inukut, ka një vendim gjyqësor që ka të bëjë me marrjen e masës provizore, që të pushohet çdo lloj cënimi nga organet e Inukut lidhur me ndërhyrjen në këtë objekt. Pra kemi një injorim edhe nga ana gjyqësore, edhe nga ana individuale të së drejtës së pronësisë. Ne parashikojmë që kjo çështje nuk do mbyllet këtu, por në Strasburg. Nga ana tjetër, edhe Bashkia e Vlorës kërkoi ndërhyrjen e Inuk për prishjen e ndërtimeve nga uji i ftohtë tek tuneli. Përmes një letre drejtuar Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik Kombëtar, Bashkia e Vlorës thekson se Inuk duhet të ndërhyjë për ndërtimet që preken nga riabilitimi mjedisor i vijës së mbrojtur bregdetare. Sipas bashkisë, kërkesa bazohet në vendimin e Këshillit të Ministrave për shpronësimin për interesin publik të pasurive të paluajtshme që preken nga riabilitimi mjedisor i vijës së mbrojtur bregdetare.